negativisht në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. Pra besoj që këta ekspert kanë qenë mjaft të qartë, ndikojnë negativisht në ligjin kombëtar dhe ndërkombëtar të dyja këto projekte. Prandaj komisioni ka propozuar specifikisht që të rishqyrtojnë këto dy projekte sepse antarësimi në BE është i kërcënuar. Pra, pyetja e studentëve është: përse nuk i përmendni këto konstatime të raporteve të institucioneve Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian, por zgjidhni të luani lojën e telefonit të prishur? Atere, unë ju siguroj se disa studentë më kanë siguruar që kjo e dobëson Bashkimin Evropian dhe qëndrueshmëria juaj ndaj vlerave europiane në këto momente është tepër e prisht. Pra sot në Shqipëri po luftojmë për vlerat europiane. Po ju? Faleminderit. Forca Shqipni! Shqipni!